Është publikuar lista e kombëtares për ndeshjen kundër Polonisë. Siç e thamë dhe në videon e kaluar, tashmë është zyrtare. Anis Mehmeti është rikthyer në kombëtare pas 3 vitesh. Ernest Muçi është pjesë e listës, po ashtu, por dhe Broja është rikthyer në kohë nga dëmtimi dhe do të jetë gati. Ndërsa Rej Manaj dhe Mirlin Daku nuk janë pjesë e listës për arsye dëmtimi. Ndërkohë Silvinho ka sjell 2 risi në këtë listë. Bëhet fjalë për Bujar Planën, qendërmbrojtës 24 vjeçar që luan në Poloni, dhe Stavro Pilios, mbrojtës i majt 25 vjeç që luan në Greqi me AEK-un. Ndërkohë në këtë video do të analizojmë çdo lojtar të thirrur nga Silvinho. Para se të filloj, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Fillojmë me portierët. Thomas Strakosha këtë sezon me AEK-un në Athinës ka luajtur në 39 ndeshje, ku 25 prej tyre ka qenë në ligën greke, ndërsa 8 ka qenë në Conference League. Në 39 ndeshje që ka luajtur, 20 prej tyre e ka mbajtur portën e paprekur. Elan Kastrati ka luajtur vetëm 2 ndeshje në Bundesligën e dytë dhe ka mbajtur portën e paprekur vetëm 1 prej tyre. Mario Dajsinani me Ignati këtë sezon ka luajtur në 36 ndeshje, ku 28 kanë qenë në kategorinë superiore. Nga 36 ndeshje, ai e ka mbajtur portën e paprekur në 17 prej tyre. Kalojmë te mbrojtja me Elsej Tysaj, i cili këtë sezon nuk ka luajtur shumë me Lacion, ku numëron vetëm 4 ndeshje në Serie A me 162 minuta. Ivan Balliu këtë sezon me Rayo Vallecano ka luajtur 23 ndeshje, ku 11 prej tyre kanë qenë në La Liga. Kapiteni kombëtarës Berat Xhimshiti ka luajtur në 38 ndeshje këtë sezon me Atalanta, ku 26 prej tyre kanë qenë në Serie A dhe 10 në Champions League. Titullari pa diskutueshëm te Atalanta dhe ka gjetur rrugën e rjetës vetëm një herë. Arlinda Jeti këtë sezon me ekipin e Superligës turke Bodrum ka luajtur në 29 ndeshje, ku ka shënuar 4 gola dhe ka gjetur vetëm 1 asist. Ardian Ismaili këtë sezon ka luajtur 22 ndeshje me Torinon, ku 20 prej tyre kanë qenë në Serie A. Ka gjetur rrugën e rjetës vetëm një herë dhe ka 4 asistime. Klisman Cake ftohet sërish nga Silvinho dhe këtë sezon ka luajtur në 25 ndeshje, ku ka gjetur vetëm 1 gol. Dhe risia e Silvinhos, Bujar Plana, i cili luan në ligën polake, këtë sezon ka luajtur 13 ndeshje. Mario Mita këtë sezon me Al Ittihad ka luajtur në 28 ndeshje dhe ka shënuar 1 gol dhe ka 3 asistime. Risia e dytë e Silvinhos, Stavro Pilo, këtë sezon në Greqi me AEK-un ka luajtur në 33 ndeshje dhe ka 4 asistime. Nasser Ali ka luajtur me Dinamo këtë sezon 21 ndeshje dhe ka vetëm 1 asistim. Kalojmë te mesfushorët me Ylber Ramadani, që këtë sezon me Lecce ka luajtur 28 ndeshje, ku ka shënuar vetëm 1 gol dhe ka 7 kartona të verdh. Julian Sheu, ashtu si Plana, luan në ligën polake dhe ka luajtur këtë sezon 28 ndeshje dhe ka 5 gola dhe 4 asistime. Kristian Astani, që u transferua te Beşiktaş, ka luajtur këtë sezon me Beşiktaş dhe Torinon 24 ndeshje, ku 15 kanë qenë me Torino në Serie A dhe 7 në Superligën turke me Beşiktaş. Qazim Laçi, i cili luan por në Superligën turke, ka luajtur 24 ndeshje si titullar, ku ka shënuar 4 gola dhe ka 6 asistime dhe është një ndër mesfushorët më në formë të kombëtares. Adrian Pajaziti, i cili luan në ligën kroate me Hajdukun e Splitit, ka luajtur 32 ndeshje dhe nuk ka shënuar dhe asistuar asnjëherë. Nazmi Gripçi ka luajtur këtë sezon shumë pak, vetëm 6 ndeshje dhe ka shënuar vetëm 1 gol dhe ka 1 asistim. Yasir Hasani në ligën e Iranit ka 19 ndeshje, ka 7 gola dhe 2 asistime. Dhe rikthimi shumë pritur, Anis Mehmeti, që këtë sezon në Championship ka 42 ndeshje, ku ka 11 gola dhe 7 asistime. Harber Hoxha me Dinamo Zagreb këtë sezon ka luajtur në 32 ndeshje, ku ka 6 gola dhe 5 asistime. Armando Broja, i rikthyer nga dëmtimi këtë sezon me Burning, ka luajtur në 22 ndeshje, ku ka shënuar vetëm 1 gol dhe ka 2 asistime. Dhe lojtari më në formë i kombëtares tonë, Ernest Muçi, që këtë sezon me Trabzonspor ka luajtur në 35 ndeshje, ku ka shënuar 13 gola dhe ka 8 asistime. Myrto Ozuni, i cili luan në MLS, ka luajtur vetëm 4 ndeshje pasi sapo ka nisur sezoni dhe ka shënuar vetëm 1 gol. Dhe në fund Nedim Bajrami, që këtë sezon me Rangers ka luajtur 19 ndeshje dhe ka shënuar vetëm 2 gola. Këta ishin 26 lojtarët e thirrur nga Silvinho për ndeshjen kundër Polonisë dhe me shpresë për ndeshjen e 31 marsit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.